Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Ndërsa jam ulur dhe regjistroj, në Parlamentin Shqiptar po bëhej nami. Hyra në studio dhe e pash, por ne kemi oazet tona të përkujtimit e njerëzve të dijes, po nuk e bëm këtë. Atëre do kujtojmë që nuk kemi shëmbuj. Ne kemi. Të tillë janë vëllezërit Prifti, Naum dhe Peter Prifti, është vajza dhe mbesa e tyre që do t'i tregoj ata sot në Dritare. Mirë se erdhët, zënja Julika Prifti. Faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë e gëzuar që vi në studion tuaj se kam dëgjuar prej kohësh për ju dhe për emisionin tuaj dikur kur isha në Shqipëri dhe ju kam parë. Faleminderit, kënaqësi. Ja ku jemi bashkë me një tryezë plot me libra. Janë të gjithë librat e xhaxhait edhe babait. Në fakt, ne sot vendosëm të flasim kryesisht për xhaxhain, për shkak se ju erdhët në një veprimtari të Akademisë së Shkencave, apo jo? Po, dje u përkujtua 100 vjetori i xhaxhait, një çik me vonesën, në fakt sa u bën përgatitjet e të gjitha gjërat, kaloi ca kohë dhe ishte në fakt 101 vjetori, po përgatitjet filluan që më përpara, kështu që e meriton. Dua ta falenderoj Akademinë dhe kryetarin Skënder Gjinushi për punën e madhe dhe një prezantim shumë të mirë që ju bë Peter Priftit. Gjithashtu dua të falenderoj profesorin Gëzim Hoxha, profesorin Anila Omari, që u morën aq shumë për përgatitjen e kësaj konference që doli, do të them unë, me sukses të madh. Aty folën për herë të parë historian shqiptar që nuk e njihni më përpara Peter Priftin, se në kohën e socializmit ai ishte i ndaluar. Edhe kështu profesor Hamit Kaba, profesor Arben Cici bën disa prezantime shumë të mira të veprës. Ju kërkoj pak njerëz që të mos e pengojnë bisedën, thjesht ju përplaset Byzyluku i bukur. E lëm pak Byzylukun. Pastaj për punën e tij në gjuhësi foli profesoresha Kristina Jorgaqi dhe pastaj profesoresha Eleni Karamitri, si dhe nga Shkodra profesoresha Armira Alia. Profesori Philip Humbert dërgoi kumtesën e tij nga New Yorku, sepse ai ka punuar ngushtësisht për të 3 vite me radhë në Universitetin e San Diegos, ku hapën katedrën e gjuhës shqipe dhe shkruan 3 libra shumë interesante dhe shumë të mirë për studentët amerikanë që do mësonin shqipen. Kështu shkrojtën Standard Albania, Spoken Albanian and Reading in Albanian. 2 vëllezërit Prifti, 2 vëllezër ishin apo ishin shumë Ishin djerë? 3 vëllezër. 3 vëllezër Prifti. Ku shkoi i treti? I treti ishte i pari që shkoi në Amerikë në 39-ën kur erdhi babai në Shqipëri dhe e mori me vete. Pastaj Piteri i shkruante do më marri dhe mua babai në Amerikë, edhe Toli, ashtu e thorisnin apostole, kishte emrin, i shkruante në një letër që nuk e dia do të marri, po të vish ti këtu ti do bëhesh a great man. Edhe doli profecia e vërtetë. Ai u bë një great man. U bë një great man, yes. Atëherë të lutem regjia, më jep një foto të shtëpisë vëllezërve Prifti, që ka një rastësi të çuditshme me mua. Ja, jam unë. Shumë bukur. Porta 109, unë jam veshur me kostumin e zonës, në takimin tim të parë me Rehovën, që më mrekulloi. Një qytetari e jashtëzakonshme, një ndjenjë përgjegjësie, një ndjenjë dashurie për vendin. Ishte një takim fantastik me Rehovën që nuk e njihja, nuk e dija, domethënë kolonja, po ç'ishte Rehova nuk dija. Dhe bëra një fotografi, është Roland Tasho që ma ka bërë këtë foto. E kemi kolonjar dhe Roland. Tjetër, ai na çoi drejt zbulimit. Na çoi dhe unë bëra këtë foto. Kjo është shtëpia e vëllezërve Prifti, të cilët i dhanë Shqipërisë kaq dashuri, kaq përgjegjësi, kaq dije, të derdhur në këto libra dhe në shumë të tjerë. Por do doja të organizonim këtë emision nëpërmjet fotove që më shumë t'ju dëgjoj se sa t'ju pyes, sepse dhe unë nuk e njoh historinë, unë njoh historinë e babait tuaj. Unë di kush është Naum Prifti, po nuk e dija kush ishte Peter Prifti. Përpara se sepse ajo është një periudhë ndaluar e Shqipërisë, ndërkohë që në këtë periudhë jetonin njerëz dhe kishin shumë dashuri për vendin. Kur filloi ai të shkruante, për shembull? Ai filloi të shkruante shumë herët, që në vitet
55 e kështu dhe ka një... Çfarë shkollimi bëri? Ai mbaroi për letërsi në universitetin e... Mund ta lexoni këtu mbrapa kësaj? Këtu? Po. 2 diploma universitare, në degën e studimeve shoqërore, të dyta në Pensilvani, në degën e filozofisë. Mandej punoi në Vater, në Boston, zëvendës redaktori Dielli, sekretari organizatës. Pra ai punoi pranë Fanolit. Pranë Fanolit. Edhe më duket se Fanoli i pa shkrimet e tij edhe e mori e pranë. E pa që ishte një njeri shumë inteligjent, e pa që dinte Kemi fotot të tij me Noli? Kemi një foto. Kemi, atëherë po mundëm vazhdoj me fotot. Një mrekulli. Vazhdoi përsëri studimet albanologjike, Fakulteti i Gjuhësisë Universitetit Kalifornisë në San Diego, dhe më pas ai bëhet autori i librit Shqipëria Socialiste nga viti 44, si dhe bashkautori i librave Spoken Albania, Standard Albanian, vepra këto që trajtojnë gjuhën shqipe. Ka botuar studime tjera mbi botën shqiptare në Amerikë, Kanada, Angli dhe Gjermani. Ka vizituar Shqipërinë 62-ën, 85-ën. A është lejuar ai të vinë në Shqipëri në këto vite? Jo, kur vdi Enver Hoxha, në 62-ën pa shkruar librin u lejua se nuk ishte librin. Kuptoj. Në 85-ën erdhi mbas vdekjes së Enver Hoxhës. Mbas vdekjes së Enver Hoxhës se donin ta bënin spiun. Sigurimi, neve u kënaqëm atëherë, mbaj mend që erdhi edhe që neve do shifeshim një çik me sy më të mirë, domethënë se e quanin ato si... Se ju kishit probleme se babai juaj ishte shumë i njohur? Kishim probleme, unë do të thosha ndoshta më shumë nga Xhaxhai, nga ky shkrim, se aty thotë që thuhet që Enver Hoxha është diktator, edhe kjo nuk i pëlqeu fare. Ai ishte shumë shkencor. Lejua të vinte dhe më pas... Jo, në 62-ën nuk ishte shkruar gjë, kështu që u lejua. Në 78 shkroi këtë dhe sa herë që kërkonte të vinte, nuk u lejua. Pastaj kush është libri që pengoi pastaj është ky? Socialist Albania since 44, që u botua nga MIT-ja. Po, ai është libri i famshëm. Ky libër shërbeu si guid për të gjithë të huaj që shkruanin për Shqipërinë. Këtë libër e botoi MIT-ja? MIT-ja, po. Edhe ata nuk dinin shqip, nuk lexonin dot shqip, edhe ky i dinte të dyja gjuhët, dhe ky shërbeu si guida e të gjithë të huajve që shkruanin për Shqipërinë deri në 92-shin kur Shqipëria u hap dhe ata mund të vinin vetë në Shqipëri. Prandaj është interesante albumi që kemi këtu përpara për Socialist Albania, që tregon se sa shumë u çmua në të gjitha vendet e botës. Të gjitha gazetat më të mëdha të botës kanë shkruar për këtë libër, edhe ndonjë në qarkullim për gati 30 vjet. 30 vjet. 30 vjet, merret disa para nga të royalty, sepse ne ishim të panjohur. Po. Jo, ky u mbyll me 20 çelësa. Këtë ja tha babit Skënderë Luarasi që e kishte mik, edhe i tha, ai s'ka për të harur, tha se nuk e lën, tha se ka shkruar një libër, i tha, që në të cilin shkruhet, tha, shumë i mirë libri, tha, po thuhet që Enver Hoxha është diktator, edhe nuk u ka pëlqyer dhe duheshin 20 firma që ta nxirje librin nga biblioteka kombëtare. Po libri ishte në bibliotekën kombëtare, por nuk merrej dot, po. Dhe nga kjo babi nuk u latë dilte jashtë shtetit asnjëherë, qofte edhe në Kosovë, edhe kur e ftonin, nuk u latë të takonte personalitete ose shkrimtarë të ndryshëm që kërkonin dhe me emër. Dërsa këtu kemi komentet, shkrime për librin. Shkrimet për librin, nga revista edhe nga gazeta të ndryshme, dhe pastaj nga profesor të ndryshëm në pjesën e dytë. Që ai ka ruajtur të gjitha. I ka ruajtur të gjitha, shumë interesante. German, International Affair, sa e bukur. Edhe në serbisht është shkruar, edhe në hungarisht është shkruar, edhe në çekisht është shkruar, edhe në Australi. Edhe në Australi është shkruar, në Vjenë, në Rom, unë jam çuditur, edhe ai ka vdekur tani, po dua ta falenderoj për këtë punë të madhe, se po mos e kishte bërë këtë, as unë që jam besa e tij edhe ne familjarët e tij, nuk do ta dinim se sa shumë ishte çmuar libri. Se nuk e di, kanë kaluar kaq kohë dhe nuk mund të bësh aq shumë kërkime edhe për një gjë që nuk e di pastaj, se dinim çmimin që është bërë, po. Shumë interesant. Tani ky libër nuk është ribotuar më. Jo, nuk është ribotuar. Ju e keni thjesht ju dhe nuk është asgjë. Po është babi kishte falur një akademisë së shkencave në vitin, një kopje akademisë së shkencave në vitin 2003, më duket.
Se ai kishin disa kopje 5-6, ku di unë, edhe më përpara blihej. Po shumë pak kopje janë tani në qarkullim, ndoshta mund të ribotohet këtu edhe do të ishte diçka shumë e mirë. Shumë interesant. Ndërkohë në foto kemi Nolin. Ja, këtu Noli. Këtu është Piteri i pari, Antoni Athanasi i dyti dhe Noli, ai sekretari i Vatrës duke mbajtur shënime. Noli e donte edhe e çmonte shumë se ishin shumë të pak të shqiptarët e shkolluar. Zakonisht ata kishin, siç kishte babai i tij një restorant të vogël, ata merreshin me restorantin edhe vazhdonte biznesi. Po ai donte të studionte dhe për fat të mirë babai i tij e kuptoi dëshirën e madhe të birit dhe lejoi dhe financoi. Si ta hajde punon në restorant, se kemi shumë e çuditshme dhe ky thotë ja di për nder babai, thotë që më kuptoi dhe më financoi edhe për të bërë master në 55-ën. Kush nga fëmijët e emigrantëve që s'kishin para do vazhdonte shkollën. Ishte një gjë shumë e rrallë, shumë interesante. Po këta e panë që ky shkruante shumë mirë, ftohtë, me gjak ftohtësi, pa emocione dhe pa pasion, vetëm me fakte. E kupton edhe qartë. Edhe Noli deshte shumë edhe donte edhe në një pushim i tha gjatë një konference që pse nuk bëhesh prift që të mund t'i linte edhe vendin, po thotë unë. Pra të gjithë donin, i pëlqenin ai shumë xhaxhain, sa dikush do ta bënte prift, dikush të bashkëpunonte me sigurimin. Po, donin e quaj njihej si figurë vërtet. Ka edhe një artikull tjetër diku këtu kur i thonë të shkruaj jo, është në këtë albumin, të shkruaj kur ishe i rinja, 20 e ca vjeç, të shkruante diçka për veten e vet dhe ky shkroi një autobiografi të vogël, domethënë, kështu një shkrim të vogël për veten dhe pastaj ata thanë, jo, ky është shumë modest edhe neve na duhet të shtojmë diçka këtu. Edhe thanë këto që po thosha unë, që ai është i edukuar, që ai shkruan shumë mirë edhe që është i vetmi që di shumë mirë të dyja gjuhët, shqipe dhe anglisht dhe që mund të shkruaj lirisht në të dyja gjuhët. Ja, për shembull, këtu jemi në Boston Globe, një shkrim i tij Cities Are Like People by Peter Prifti. Pastaj jemi përsëri në Boston Sunday Globe. Oh, sa bukur. Në vitin çfarë viti ka për 64? Ai thot Apollonia është perla e shqiptare, antikitetit. Ja, kjo është shumë e bukur. Ai kishte dieni historike, filozofike, gjuhësore, në arkitekturë. Do them edhe një gjë të bukur me që e përmendët Parisin. Siç e tham, këta nuk ishin në gjendje të keqe ekonomike, po nuk ishin të pasur. Jati punonte, dërgonte para në Shqipëri një çike dhe nuk jetonin shumë keq. Po Piteri vendosi të mësonte dhe mësoi frëngjishten dhe pastaj mori leje dhe shkoi një vit jetoi në Paris që ta mësonte siç duhet gjuhën me paret e veta. Në Paris jetoi një vit. Jetonin djemtë atyre që kishin para, që i dërgonin në Paris, në Stamboll, në Roma, ashtu, po dhe ai e bëri, e sakrifikoi dhe mësoi shumë mirë gjuhën franceze. Është edhe një diçka e bukur që lidhet me frëngjishten tani, ai donte të gjente fjalimin e Londrit në Gjenev në vitin 1924. Edhe u përpoq 6 vjet duke shkruar të gjithëve që të gjente origjinalin. Edhe më në fund e gjeti, Noli e kishte mbajtur në frëngjisht dhe Xhaxhai e përktheu në shqip. Kështu që e kemi atë prej tij. Po. Më sa njëri, jo vetëm adhetar, jo vetëm i mençurizuar, po dhe sa i organizuar ka qenë. Sa i organizuar. Se në qoftë se ti nuk lë pas shkrime, ose nuk i ketë organizuar gjitha gjërat që ke bërë ti vet, apo njerëzit e rëndësishëm të këtij vendi, çdo ngelet, përse do flasim. Shqa mrekullia, për shembull këtu, tregon se si John Milley foli në MIT. Dhe ai ka bërë një shkrim për këtë. Pra është sa e bukur. Se tani për ne, Fanoli, John Milley janë emra lokale, emra rrugësh, por janë shqiptarët tanë të jashtëzakonshëm, të cilët kanë bërë emër kur ne nuk ishim, të cilët kanë treguar Shqipërinë që ne se njohim, të cilët na kanë përfaqësuar kaq denjësisht sa do të jemi përjetësisht mirënjohës. Dhe
Peter Prifti është një prej tyre. Edhe me qëra fjala për njerëzit e mëdhenj edhe për Shqipërinë, atë nuk e lanë që të vinte në Shqipëri, edhe në një letër që kam unë këtu thotë që nuk ka marrë letra nga ty, thotë babit që prej dhjetori deri në mars një 4-5 letra që sigurimi nuk e kuptoj postën shqiptare, thoshe, po nga lidhja e letrës së fundit dhe kësaj letre që po marrë, thoshe mund ta marrë me mend se për çfarë bëhet fjalë. Po ai për Shqipërinë punoi me dashuri dhe me përkushtimin më të madh dhe pa bërë para. Pa u bërë i pasur, pa punoi i dha gjithë jetën edhe kohën e tij. Dhe një nga gjërat që duhet i njihet me do e mos them unë është puna e madhe që ka bërë në gazetat amerikane, britanike dhe të gjitha vendeve që shkruanin për Shqipërinë. Ku gjente një informacion të gabuar, ai do t'i shkruante edhe do t'i thoshte që në gazetën tuaj ose në revistën tuaj ose në enciklopedinë britanike është botuar kjo dhe ka këtë gabime kështu. Edhe më të shumë do t'i dërgojnë në letër e thonë do ta korrigjojnë për shembull në të ardhmen, do të minë e ashëm. Po janë gjitha ato letra. Edhe Peter Prifti është i pari që ka shkruar që në fillim në janar të vitit 1969, kur filluan demonstratat në Kosovë. Edhe shkoi në shtypin amerikan për studentët shqiptar. Pastaj është i pari që bëri një peticion për të liruar Adem Demaçin nga burgjet sërbe. Ku e bëri këtë peticion? Në peticionin në Amerikë, u shkoj senatore, u shkoj kongresmene, u shkoj gjithë njerëzve. Sepse ai çfarë vendi zinte në Amerikë, domethënë në çfarë qarqesh ishte? Po në qarqet akademike ishte, se punoi 15 vjet në MIT, pastaj punoi 3 vjet, ai ishte konsulent për politikën e jashtme. Konsulent për politikën e jashtme në MIT. Po. Edhe pastaj vajti në San Diego, ku punoi për të hapur katedrën e gjuhës shqipe, siç e përmendëm më lart. Me kë u propoj të hapte këtë katedër? Jo, kjo ishte iniciativa e profesorit Leonard Newmark. Dhe ai e kishte mbrojtur në 56, më duket, një dizertacion për gjuhën shqipe, e mësoi shqipen. Po nuk e fliste dot aq mirë, nuk e njifte aq thellë, kështu që morën Peterin për pastaj ka shumë libra të tij për shembull për gjuhën shqipe standarde apo se sa nuk ka problem. Sa frika mos i prishim sepse janë pasuri jashtëzakonshme për familjen. Edhe këto janë botimet e MIT-s në 69-ën. Ja, ashtu siç thash unë. Po. Në çfarë nivelesh ishte? Nuk ishte thjesht shkruante në shtëpi dhe i botonte te vatra, një mrekulli në vatrën e Nolit, po ai botonte në në nivele. Gazete dhe Ne saktojemi përsëri të MIT-s, po. Do me thënë të këtë, zësh këtë vënd dhe t'ja kushtosh vëndit të. E këtë desha të thosha këto, bile atere ai i shkroi edhe Noam Chomskyt, gjuhëtarit lingvistit të madh, edhe ai e nënshkroi peticionin. E nënshkroi peticionin. Bile i shkroi edhe Arshi Pipës. Arshi Pipa ishte shumë komunist edhe i thoshte që ai Adem Demaçi është komunist edhe sa shu, po me që ma kërkove ti i thoshe unë do ta nënshkruaj dhe nënshkroi dhe ai. Dhe pasaj në një libër që Adem Demaçi i fali Peter Priftit kur erdhi në Amerikë në 92-shin, i shkruan vëlla e im Peter. E quan vëlla tani. Ja. Po nga Noli ka gjurmë të... Nga Noli ka shkruar. Është një album shumë i bukur, por nuk e gjeta që ja ka dhuruar Akademisë Shkencave dhe një tjetër Bibliotekës Kombëtare, po nuk ta lejojnë që ta nxjerrësh. Edhe aty ka gjithë shkrimet edhe një intervistë shumë interesante. Intervista më e mirë që i është bërë Nolit, ku Noli zbulon hapur dëshirat edhe interesat e tij dhe thotë që puna më e madhe që kanë bërë është ajo për fen. Vërtet? Po, përkthimet që kanë bërë për atë e quante punën më të madhe. E kjo nuk dihet, domethënë kështu. Ajo është një intervistë shumë interesante dhe shumë e bukur që një ditë them unë do të shikohet edhe do të vlerësohet më shumë nga rrethet këtu që nuk e njohin. Në Amerikë njihet një çik më shumë se aty kanë qenë më të lirë dhe kanë shkruar e ka lexuar. Po në Shqipëri nga libri Socialist Albania ndodhi pastaj bllokimi. Ju librin e keni lexuar?
Cilin libër? Librin e tij? Më pas? Shqipëria Socialiste? Kam lexuar disa, nuk e lexova se tani më ka rënë në dorë, nuk unë e dija si titull, po nuk e kishim kopje. Libri nuk e kishim librin si libër në dorë. Tani jo, kam shumë interes, ta shikoja, do doja. Kam shumë interes për të kuptuar cili që libri i parë që na hapi një lloj dritare në botë, si u shkrua, domethënë, se ne i gjykojmë me mendjen e kësaj kohe, në fakt i duhet gjykosh me atë kohë, çdo gjë. Po ndërkaq, foto dhe ndalon. Kjo është një foto shumë interesante, se është bashkuar gjyshja e babaj dhe babaj në prerjen e gjyshes dhe ai djali i madh, Toli. Ky është buri i gjyshes, shiko sa i ri që është. Pse? Sepse nuk ishte një fotografi bashkë, edhe Piteri i bashkoi mori fotografinë e vjetër të gjyshit dhe bashkoi me gjyshen, bëri një. E kupton se gjyshja këtu është plaka është i ri fare. Ai vdiq 23 vjeç i shkreti. Vdiq kur lindi gjyshi Rafaeli, 40 ditë pas lindjes së tij. Që ai ka një histori interesante. Po, edhe ai punonte në malin e Shenjtë, edhe u sëmur në Greqi. Në Greqi edhe vdiq atje, edhe se pa djalin asnjëherë. Shumë e dimshme dhe kjo nuk u martua në fakt asnjëherë. Në emigrim gjithkohon, riti djalin. Duke i shërbyer botës. Po për fat, disa prej stërnipave në këtë familje, ai vdiq në malin e Shenjtë, por nipi i tij, pastaj vajti në Amerikë dhe i shërbeu Shqipërisë në mënyrën e tij, në mënyrë të jashtëzakonshme. Tu është babi me Rugovën kur me presidentin Rugov. Të gjitha fotot në një farë mënyrë historit janë babi me Rugovën. Po, kur edhe babi punoi shumë si sekretar i Vatrës, 15 vite me radhë. Edhe ishte në kohën kur ishte lufta në Kosovë. Babaj, kur shkuat në Amerikë? Neve shkuam në 92. 92, shumë shpejt me njerë. Sa po u hapë Shqipëria ju shkuat, kishit Amerikën... Ishte një histori interesante. Unë shkova në ambasadën amerikane që të merja një vizë për të vizituar xhaxhallarët për 1 muaj, 2 muaj, po mua më thanë ti je re dhe nuk të lëm të shkosh, se po të shkosh ndoshta nuk do kthehesh. Po thuaj babait të vi të marri pasaportën se ai është qytetar amerikan. Edhe babi thotë që ndoshta babai ma kishte thënë, po unë e kisha haruar se gjithë ato vite në diktaturë kujti dhe kushti. Do me thënë beti ishte një çudi e madhe dhe kështu ishte kollaj për të shkuar në Amerikë. Kollaj, po vazhdoj me foto tjera. Kjo më pëlqen shumë. Kjo është foto para shtëpisë, edhe babi me flokë të gjata, siç është dhe Piteri në një fotografi me mustaqe. Jemi në Rehov. Në Rehov, është brenda në shtëpi. Një agurët. Ja, kjo është porta e shtëpisë, edhe 2 katëshe shtëpia e bukur, edhe ishte një vishnje aty e madhe dhe ne nga balkoni hanim vishnjet. Direkt, ishte shumë. Ju keni jetuar atje? Ne shkonim vit për vit, se duhet të edukoheshim me dashurinë për fshatin. Po të them të drejtën, mua nuk më pëlqente. Se që 5 vjeç të vini në punë, duhet të mbaje bar këtu dhe nuk të thoshin për shembull që të veshësh një fustan o një gjë, kështu ne me fustanet e verës edhe bari të hante edhe të kruante. Shkonim në fushë, na vini një bar, ta mbanim në kurizë dhe ta çonim në Plevic. Pastaj në orën 5 të çonin që të milje delet, mos i milja dot, po. Pastroje patosin që vinte erë të keqe. Pastaj duhet të sillje ujin, se s'kishte ujë. Duhet të shkoje te burimi të merrje ujin ta sillje, ne kishim afër për fat të mirë, po prap gjymat ishin të rënë. Po duhet i bëje këto punë patjetër. Të vinin ujë, nuk të lini. Sa interesante. Pastaj të merrje ujë nga vija që të uisje kopshin. Po jo, këtë dua të kuptoj unë, se tani që po mendojmë, se unë them sa interesante, ato se unë di se ti bëja, ku bëja punën, po dua të kuptoj, ti s'dohet ta bëja me detyrim. Jo, po nuk kisha s'mund thosha jo. Nuk thosha dot jo. Ishin dhe fëmijët e tjerë. Po thosha sa mirë që kam lindur në Tiranë. I blem gjëra të gatshme. E pastaj thernin delen, e thernin atë kaposhin apo pulën e neve nuk na pëlqente gjaku, nuk na pëlqente, po gjyshja thoshte ne i kemi rritur këto për t'i ngrënë, nuk i kemi rritur për bukuri. Ka mentalitet tjetër kur jeton në fshat, prodhonin çdo gjë vet, kujdeseshin vet, edhe mbazite duhet të prisje ato delet, e duhet prisje lopën që ta fusje në patos. Punë natë ditë fshati ka shumë punë. Po, mund të them këtë, edhe i falenderoj nga zemra kushurinë e largët që kam në Rehov, edhe kam një biznes shumë të mirë, Cakuli quhet Bujtina, ata vajtën në Greqi dhe u kthyen në Rehov dhe punojnë në Rehov. Sa mirë. Gjë shumë e shiko. Me siguri unë i kam takuar kur vajta. Po, besoj se i ke takuar. Se unë
më pëlqen shumë ai vend, ai vend. Po kjo është gjë shumë e radhë dhe shumë e mirë që njerëzit të kthehen edhe të punojnë edhe të rinë në fshat. Shumë. Sa e rëndë është, domethënë, po nga ana tjetër e duan. Edhe babi thoshte gjithnjë që kam qenë me fat që kam lindur në fshat. Po unë nuk e kuptoja këtë fat. Po kur je në fshat e njeh natyrën në të gjitha pikat e saj. E kupton, një vipsin, një kafshët, një natyrën shumë më mirë se në qytet. Tani New York për shembull, nëse do të thoshin për një eksperiencë të tillë? Mua më pëlqen New Yorku. Jo, unë nuk e kam atë të babit, po e kuptoj tani atë që thoshte ai. Edhe bile babi, një 17 vjeç gjeta para ca kohësh një libër të vogël, jo fletore, që e kishe bërë si libër të ndarë për të shkruajtur emrat e luleve, se nuk ka një libër me emrat e luleve. Do t'i vë dhe latinisht thoshte më vonë. E kanë atë të shkencëtarit, e kupton, jo vetëm kur e shtin, po edhe dëshirën për ta punuar dhe për të plotësuar një mungesë. Shumë e rëndësishme. Njerëzit që duan të plotësojnë një mungesë të vendit cilit i përkasen, janë njerëzit që na zhvillojnë. Ata që duan të plotësojnë një mungesë të dhomës së ndënjes, të jetës tyre, ata na hynë në pjesë. Duhet ta bëjmë dallimin mirë. Këtu jemi? Këtu jemi me Stan Dragotin, regjisorin e madh në një darkë, mami, unë, babi edhe Stan Dragotit e Bruno Selimaj, nuk e di a keni qenë në restorantin. Nuk kam qenë. Babi edhe xhaxhaja i quanin shqiptari numër 1. Shqiptari numër 1. Gjatë luftës së Kosovës ai jepte 1/3 e fitimeve të tij për Kosovën. Edhe aty mblidheshin të gjithë presidentë që vinin, kongresmen, ashtu patrioti i madh. Bekuar qofshin njerëzit që e duan vendin e tyre dhe që japin nga vetja, se nuk është kollaj, po t'jap ca që i kanë vjedhur. Po t'jap ca që i kanë bërë me mund të madh. Vazhdoj me foto. E këtu babi mësoj edhe fizarmonikën, ja dërgoj jati, ja kërkoj edhe ai ja dërgoj. Po undava, thot babi, shpejt nga fizarmonika. Nuk e vazhdojmë, nuk... Shtëpitë e Rehovës janë të jashtëzakonshme, ato tubacione. Kjo shtëpi është shumë e mirë, se kjo ndërtuar nga një Amerikan. E bëri arkitekturën në Amerikë, po kjo shtëpi nuk i mban njerëzit, më duket se ai pas një viti që e ndërtoi mori vajzën edhe gruan edhe ja shiti shtëpinë gjyshit. Edhe neve pasaj u larguam, edhe ata që i kanë janë larguar, kjo shtëpi nuk duket se do diçka shtëpia që të mbaj. Nuk i mban njerëzit. Po ishte shtëpi shumë e mirë dhe kishte banjën brenda që në atë kohë. Se ekzistonte. Që se ekzistonte, banjat ishin jashtë. Këtu është 75 vjetori i Peter Priftit që e festuam te Bruno restorant. Çfarë diferenca kishte Peter me babin? Ja 9 vjet. 9 vjet, dy vëllezër. Ai sa kam dhe unë me motrën Rafaela që ka emrin e gjyshit. Njësoj, 9 vjet diferencë kemi, ja. Edhe, kjo është fotografia bukur, shikon dëmin e parë prej floririt të babit. Edhe i them unë këtu je si rapper që i bëjnë dëmë prej floriri, mendojnë në vitin 50. Është në Shqipëri këtu? Në Shqipëri. Po. Babi përveç se një herë në 90-ën, 89-ën, në fund në nëndorë djetor që shkoj si përkthyes në Sofje, nuk ka dalë asnjëherë jashtë shtetit. Ky është një libër tjetër i Mota Alpenja që e ka botuar Onufri. E ka botuar më pas? Në 99-ën edhe një ribotim është bërë në 2000. Asa, interesant, ja ku është, edhe libri. Ky përsëri vazhdon s'është, më thënë, vetëm biblioteke edhe në këta. Po, që tani kaluar 25 vjet. Normal, po, vazhdojmë. Më pëlqen, shiko si e shkruan në albumin e tij, page 4 through 10 are photos of the ceremony of the Albanian Academy of Science in Tirana në 96-ën kur ju dha titullin Naim Frashëri, dhe profesor Shaban Demira. Nga të vjetrit profesor Bari Beci, njihej, po pasaj këta ikën edhe tani bën shumë vite që nuk njihet më po. Prandaj kjo ishte rëndësishme çfarë bëri akademia si mbjet. Jo, dhe ishte shumë serioze. Ishte shumë serioze. Edhe më pëlqeu që dhe kryetari i Vatrës shkroi një përshëndetje shumë të bukur dhe doktor Elmi Berisha bënte edhe lidhjen midis dy vëllezërve, se ai kishte njohur më shumë babin, me babin kishte bashkëpunuar në New York, që shkonin për
për të demonstruar ose për të lidhur me kongresmen ose senator për çështjen e Kosovës. Edhe kështu, po pasaj njojti edhe veprimtarinë e vllajt të tij. Fotografit janë vënë pa rregull, kështu që po nuk ka gjë, është mamaja e babait, Parashjevia, ky është Naumi, stërgjyshi. Edhe babai Rafaili, edhe babi vogël. Babi vogël atë. Kjo është në vizitën e parë të Piterit në Shqipëri në 1962, unë jam 2 vjeçe, Loreta motra e madhe është 7, edhe mamaja Arina, jemi në Pogrades, po kënaqemi, kështu ose. Edhe ky shkruante, unë pyesja gjithmonë, po pse, po nuku, po pse? Po nuku, po nuku, thosha unë, po nuku është kështu, po nuku është ashtu. Edhe në ca letra të atyre vite shkruante, Julika, po nuku. Nuku u bë, nuku erdhi. Nuku erdhi. Nuku erdhi, po. Ja. Babi me Fatos Arapin dhe Dritroa Gollin në 64 ndoshta, përpara lidhjes së shkrimtarëve të vjetër. Të vjetrës? Të vjetrës, që ishte përballë Ministrisë Mbrojtjes? Jo. Në duket sa po. Aty është, ja, këtu është. Këtu ishte teatri. Ngjitur me teatrin ishte, kështu që ja. Po, se dhe ministrit kanë ndryshuar, po. Kanë ndryshuar, po. Shumë interesante, profesori, folëm për profesorën Newmarkun, ai shkroi një fjalor që u botua nga Oxfordi, nuk e di sa mira faqe, shumë i mirë, po Xhaxhai i pa mungesat e fjalëve. Edhe bëri një listë të mungesave të fjalëve, ka dhe një fotografi tjetër. Për shumë, s'postim. Çfarë ka? Se është shkruar gabim, për shumë, duhet të ishte kështu, jo këtu. Në këtë faqe, po, e drejta është kështu. Dram. Bukinistik, status for misprint, sintagma. E tjera. Pra domethënë shikonte gabimet dhe i shënonte. E lexoi të gjithë fjalorin dhe gjeti gabimet në fjalor. Është një fotografi tjetër ku është fjalori edhe dedikimi i profesorit Newmarkut. Ky është libri që përmendet juve, Standard Albanian, ja, Leonard Newmark, Phil Hubbard edhe Peter Prifty. Referencë për studentët, Standard Albanian. Ja, ky është çfarë I ka shkruar to my friend Peter Prifty, atë fjalorin e Oxfordit, who was the instigator and the cause of my interest in Albanian lexicology, I think, lexicography. With sincere gratitude, Leonard Newmark. La Jolla, 98. Edhe pastaj, Peter, si ashtu që është, shkruan që currently në spring të 2000-shit është bërë edhe në më I lirë, do me thënë se ishte $100. Ajo, po tani është në Paperback edhe bën $22. Sa I kujdesshëm të gjitha. Se harohen gjërat pas vitesh. Edhe kur e shikon një tjetër nuk e di. Kjo është shumë e kujdesshme. E jashtëzakonshme. Ja. Për shembull këtu. Ja, do shikosh vetë? Po. Tregoste është shumë e bukur. Po. Ky është një libër shumë I vjetër, The Misanthropi nga Molieri, se ai kishte shumë qef klasikët, edhe I lexonte dhe këtu ai shkruan që e lexova në qershor të vitit 45. Pastaj e ka lexuar për herë të dytë përsëri në qershor, në 1 qershor të 82-shit. Pastaj e ka rilexuar përsëri në 6 tetor të vitit 2000. Të tëra të shkruara aty, ja. Shumë interesante, po dua t'ja fal ndoshta bibliotekës ose arkivit. Ai la pas dikë? Jo, ai nuk martua, këtu është me profesor Shaban Demiri, siç tham, ai kishte një vlerësim shumë të madh për Xhaxhain dhe kur ishte
kryetari i Akademisë së Shkencave e priti me shumë ndere në akademi, po. Mi kalo të gjitha foto, të lutem atëra, po, dhe nuk u martua. Jo, nuk u martua, kishte të dashurat, po nuk arriti. Të dashurat ishin amerikana? Amerikani, ishte edhe një shqiptare, po nuk shumë vajze mirë edhe shumë e gjatë edhe hollë e bukur. Se i mban më? Jo, po ajo sa herë që shkonim neve, ajo jetonte në Filadelfi, na merrte për drek, për darkë, na çonte në restorantet më të mira. Edhe sa herë që mbetën miq, domethënë, ashtu, po martes nuk bër. Ai ishin të ngjashëm me babin, se të dy ishin shumë studios, të dy ishin këmbëngulës, të dy ishin patriot, të dy kishin moral të lartë, politik, familjar, ose si të ishte. Unë nuk kam dëgjuar për babin për shembull asnjëherë që të ketë pasur ndonjë lidhje. Mami nuk ishte xheloze, po unë nuk di të ketë pasur gjëra të tilla, edhe po kanë bërë një punë kolosale, se punonin natë e ditë. Unë nuk mbaj mend që baba im të bënte pushim të dielën. Do punonte 2-3 orë, nuk i duke i dita po të mos punonte pak, edhe qofte edhe pak, edhe kur shkonim në plazh. Babi do punonte, atëherë neve nuk na vinte mirë, e kuptonti se nuk shkonte në radhë për të ndihmuar për të blerë, për të bërë pazarin. Që duhet i bëni tu pastaj. Duhet i bënim neve, duhet i bënte mami. Po tani them unë sa mirë që e bëri ashtu, se tani kanë mbetur veprat, nuk mund të gjente kohën që të bënte. Edhe desha të thosha që Xhaxhai shkroi edhe një skenar dokumentari për Skënderbeun që ja kërkoi Donika Barda. Edhe da një shumë kështu shumë të pakët, prandaj po them që punonin, edhe ata që kishin nuk ofronin ose nuk jepnin ashtu si duhej, po nuk e di çfarë u bë me skenarin më vonë, se pas sa vitesh Xhaxhai vdi 2-3 vjet më vonë, po unë e lexova skenarin dhe ishte shumë i mirë se ai kishte dieni nga të gjitha anët, e kupton, ai e njihte s'mund të. Ju jeni trashëgimtarja gjitha para i la? Ai nuk më la para mua, po më la veprat. Po, mua dhe motrës. Iku kur iku trashëgimia e tij nuk kishte materiale, pra ai nuk kishte të ardhur. Ai kishte disa të ardhura, kishte, po i ndau ashtu siç mendoj ai. Të kishte mbesën e preferuar, se dukesh që je shumë e dhënë mbas diçka që unë nuk e di e preferuar, po unë kisha qef letrat. Edhe unë shkruaja letrat dhe mbaja kontakte të vazhdueshme. Edhe kur unë jetova në San Diego për disa vite. Ku e punonte? Po, se nuk më pëlqeu Filadelfia ku shkuam, se në Shqipërinë e bënim një jetë intelektuale të mirë, unë isha mësuar, shkoja në opera, shkoja në Institutin e Arteve, të shkoja... Ju në Shqipëri ku punonit? Në Institutin e Monumenteve të Kulturës, për një kohë të gjatë. Edhe unë punoja me profesor, me Aleksandr Meksin, me Emin Rizën, me Piro Thomon, me Apollon Baçen, me Gjerak Iskajn, me gjithë të tjerë, kështu që isha mësuar të trajtohesha. Kur shkoja në Filadelfia, vetëm restorante? Do të punoja në restorant në fillim, edhe nuk më pëlqeu fare. Se kjo është Amerika? Kjo është Amerika, pastaj nuk kishte ditë pushimi, pastaj duhet punoje natën, edhe unë doja të kthehesha, por babi nuk më la, tha, neve u mblodhëm një herë të gjithë, tha, tani jepi një qikom, tha, mua edhe mos u kthe. Unë doja të kthehesha, nuk doja të rija më aty. Je penduar që? Tani nuk mund të them se jam penduar, se New Yorku desha thosha vajta në San Diego, dhe në San Diego Xhaxhai ishte intelektual dhe më çonte në opera. Do një njeri të mësoj, s'mund të mësosh vetë. Okej, në Filadelfi shkova sa dia vetë pash Pavarotin kur erdhi në Kënaqja. U duk më e bukur Amerika. Më e bukur, u bën çike e bukur, po një. Pastaj vajta edhe pash Eugen Ormandy që ishte në filharmoninë, dirigjent në filharmoninë e Filadelfisë, që është një nga të mira dhe që unë e njihja nga Tirana, kupton? Po nuk dija teatro dhe nuk dija. Këto nuk ishe edhe kohë pasaj për ato, kështu që unë nuk më pëlqeu. Kur shkova në San Diego, ai kishte gjithë miq profesore intelektuale, kështu atëherë mu duk vetja mua sikur isha prapë në Tiranë. E kupton, shkon në teatr, në Shakespeare, në teatrin e Shakespeare-it, kanë një të ndërtuar si në Londër, The Globe Theatre në Balboa Park në San Diego, e kishte një jetë ashtu
letrare, të themi artistike, ashtu si që isha mësuar unë me baban, që i thosha jam bishti babajt, ku shkon të babi, do shkoja dhe unë. Edhe kështu, po motra ka punuar, Rafaela ka punuar, mund të them unë më ngushtësisht me Xhaxhain, se ka bërë disa përkthime të tij dhe kanë punuar bashkë edhe për një Ky quhet Grinding of the Soul, edhe motra është editore dhe ka punuar pak, ai është përkthyer Spiteri. Edhe në disa punime të tjera ata kanë punuar bashkë. Po unë e pyesja gjithnjë çfarë po bën tani, me çfarë po merresh tani, pse nuk e boton këtë, pse edhe në shumë libra thotë që Julika më nxiti, domethënë se ai e nisa po e ashtu ishte shumë i ngadalshëm. Ku nxitoi edhe kur fliste shumë ngadalë, edhe shumë butë, dhe ne ishim shqiptarë, dhe nuk duronim topë. Që të mbaron dhe fjallën, edhe shumë i hollë, kështu nuk kanë, i pëlqen dhe më mirë të ishte i dobë, dhe jo si babi i mbushur, edhe i mirë. Neve bukuria, shëndeti, thoshte gjyshja ime është gjysma e bukurisë. A i nuk kanë të fare? Jo, a janë të shumë pak, edhe pasaj thoshte kur vinde në Shqipëri që hëngra shumë edhe e bëra atë ripin të shkonte një më tutje në vrimën tjetër. Po të dy ishin shumë punëtor, të dy dinin të këndonin shumë bukur, edhe këndonin këngë popullore shumë bukur. Një gjë interesante ishte se, siç e tham, Shqipëria socialiste atëherë nuk kishte vende ku të shkoje të argëtoheshe, të kërceje, të dëgjoje muzikë, diçka të tillë, kështu që neve mblidheshim në familje i bënim këto gjëra. Dhe aty e kam parë babin të këndonte. Me babin isha mësuar me mamin, po edhe kur erdhi ky për vizitë këndonte, po nuk dinte të kërcente. Neve u çuditëm, okej, ato popullore të reovare e kërcente, po jo të tjera, dhe ne thom, çfarë ndjetosh në Amerikë dhe nuk di të kërcesh? Çfarë bëhet? Po ai tha, të premtojnë ata neve që do ta rregulloj këtë punë, dhe kur shkoj në Amerikë, u fut në një kurs që të mëson dhe të kërcente. Çdo gjë e merrte shumë seriozisht edhe shumë skençërisht. Shumë e bukur jeta e familjes tuaj, Julika. Po, unë them që ishte e bukur se nuk na linin të dilnim jashtë edhe të bënim një jetë siç bënte një paria të themi ose disa që ishin komunistë edhe që ishin dinin her pas here jashtë, sillnin gjëra, po në shtëpi neve kalonim shumë mirë. Më kujtohet që babi shkruante në bibliotekën kombëtare, ishte një fotografi aty, po nuk e pam dot, po s'ka gjë, e kishte si shtëpinë e vet dhe nuk ja zinin as tavolinën. E dinin që ajo është e napriftit edhe ja linin se atëherë ndonjëherë nuk kishte vende ku të uleshe. Edhe shkruante edhe gjëra të ndaluara. Ky libri ka gjëra shumë të mira, të shkrojtura, se babi thot që e kuptova që po mos i shkruash ashtu si që ndjen pa censur në kohën e dur, nuk shkruhen dot njësoj më vonë. Po t'ja kapnin këto, do t'a hani mirë edhe neve edhe babi. Po ai shkrojte dhe mendonte që nuk do t'i shikonte në të gjallë, po për fat të mirë libri a jetoi edhe u botua. Edhe e pa Shqipërinë më pas, domethënë kur ka qenë era fundit në Shqipëri. Sepse vit çdo vit, se 2023 u nda nga jeta. Po, edhe ato vitet e pandemisë 4-5 nuk lëvizëm, asnjëri nuk erdhi. Në Amerikë u mor shumë seriozisht pandemia dhe në fakt në New York vdiqnin 800-900 veta në ditë, nuk arrinin ishte shumë e frikshme. Tani na duket sikur kaloi. E çuditshme është tani thosh. Vakcina ishte kot, tani fillojmë vetëm ankon. Atëherë mua harohet. Ajo gripi 18-s për shembull, thashë, oh my god, shiko tani po e përjetojmë neve, po pas 2 vjetësh e kështu. Harua çdo gjë. Dhe kështu që ju erdhët tani në Shqipëri me kaq shumë gjëra për të ndarë, për të treguar, me akademinë, me këtë kënaqësinë e madhe. Po erdha. Edhe me shumë lumturi që po përfaqësoni 2 burra të mëdhenj në shtëpinë e tyre. Po, shumë në Tiranë, edhe në Shqipëri. Në Shqipëri. Edhe po të ke mundësi, ndoshta do shkoj 2 ditë në Rehovë. Do shkoj në Rehovë. Po, mamaja është e vjetër, është 90 vjeçe, tani sa festuam 90 vjetorin. Është tu? Është në New York. Është në New York. Edhe nuk do rigjatë, domethënë, se vitin e ri do ta kaloj me maman. Do të jeni me? Ja. Ajo është shtylla tani. Tani shtylla, po, edhe kur thoshe, se siç më tha një shoqe edhe pleqëria Julika, i thash unë
kjo nuk ka asnjë sëmundje kështu të dukshme, domethënë. Edhe u lodha nuk dua, domethënë, nuk duan të jetojnë më se thot këtë gjë? Po nuk thot që ashtu, po u lodha, thotë, tani më ka ruar Perëndia. Qa thot, duat të iki të imposhtot? I them pa bërë 90 vjetori një herë, nuk e për të ikur se s'bërë. Kështu që e kishe në fund të tetorit me 25 tetor, edhe kaluam shumë bukur, edhe unë bëra një kalendar me vitet, me 10 vjeçar, me gjërat kryesore të familjes, edhe i pëlqeu shumë, u kënaq. Edhe tani tha shumë, do më presësh derisa të kthehem unë. Po, nuk i pëlqen të haj shumë, nuk ka kënaqësira që kishte. Po buskuqin e vë dhe unë ansa t'i vë. Sa bukur, po sigurisht atëre që... S'kam një foto të saj. Të duket mirë. S'kam një foto të saj, tani, ishte vetëm e rea aty. E rea aty, po. S'ka që, të rea, ta që e majmën në Shqipëri të rea. Më mirë akoma, aty bëhet qefje, do t'ja the mamit këtë frazën tuaj. Të përqafojnë me dashur. Si e quajnë mamin? Rina. Rina, o sa bukur. E dashur zonja Rina, ne ju përqafojmë nga Tirana dhe ju urojmë jetë gjatë, se jeta është e bukur, edhe ju paqem sa më gjatë mes nesh, dhe gëzuar Krishtlindjet edhe vitin e ri. Bukur, faleminderit edhe ju Faleminderit juve. gëzuar. Kënaqësi, faleminderit shumë që erdhët. Shumë faleminderit që më zgjodhët të vini. Kënaqësi. Ja, kënaqësia ishte ime dhe një shoqe më ka thënë gjithmonë, pse nuk shkon te Rudina, pse nuk shkon te Rudina. Po fati e sodhi që ja u lidhëm më në fund. Po patjetër, se te Rudina dhe në dritare, më sakt, ne e duam Shqipërinë, edhe kur flet me fjalë të dashurisë, të flet zemra. Që dalin të bukura ato. E sinqeriteti në shkrim është gjë e madhe. Gjërat që shkruhen të sinqerta mbeten, edhe nuk harrohen. Regjistrohu tek Dritare Televizion, regjistrohu tek Rudina Xhunga, në 2 kanale, ku ti je thënë në këto termat e sotme, je aksioner, je pjesë e saj, kështu që përfshiu edhe na ndiq. Faleminderit, rrugë të mbar. Faleminderit.